kur sallat e teatrit mbushen dhe ne ndjekim aktivitetet kulturore të fëmijëve. Është shumë bukur që sonte, për këta fëmijë të veçantë dhe të mrekullueshëm, në shfaqjen e Kresha e Kosovës, ju jeni prezent. Unë them që bota është e bukur pikërisht sepse të gjithë jemi të ndryshëm. E vetmja që kërkojmë nga njëri tjetri është që ta mbështesim fort njëri tjetrin dhe ta pranojmë ashtu siç jemi, me të mirat dhe me të metat tona, me ndryshimet tona, me emocionet tona, me gabimet, me sukseset, me të ardhmen tonë. Dhe unë dua të falenderoj me zemër Lëviz Albania që e mbështeti këtë projekt të bukur. Dua të falenderoj shumë mamat dhe baballarët që i mbështesin fëmijët dhe i drejtojnë kaq bukur në rrugën e jetës, e sidomos në rrugën e artit. Arti është ai që të zbut shpirtin. Arti është ai që të bën të pranosh gjithçka, që të pranohesh në shoqëri, që të afrohesh me talentin tënd dhe të japësh kënaqësi dhe atraksion tek të tjerët. Unë jam shumë e lumtur sonte që këta fëmijë të mrekullueshëm, jam e sigurt që do të sjellin një gjë shumë të veçantë për ju. Një gjë për cilën kanë punuar fort, me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Unë do të thosha që gjithkush nga ju që ka fëmijë, nuk ka rëndësi se si vjen ai fëmijë në jetë. Fëmia është bekim nga Zoti dhe duhet të jeni të lumtur që keni pasurinë më të madhe në jetë. Unë uroj fëmijëve tani sukses, do dëshiroja shumë që t'i mirëprisni me duar trokitje dhe ju uroj shikim të këndshëm. Këta e janë një stepi, po pinon pora dhe tos. Ja dhe pak gjysh, sa të paroj lojën dhe erdha. Moj sumë no. Jo, erdha, ja dhe pak. Gerta. Po pse gjyshi nuk të leja shkupje të parë? Po ka që delikate e ti? Jo, a i ka frina me të rishët në borës, dhe ajo shumë e keqe. Po të hodhi ajo një cifël akulli në sy dhe në zemër, ti ftohesh dhe nuk do ma asë njeri. Vërtet? Por s'kisa të gjuar si e për të. Por jo nuk vjen të drejtë këtu. Vjen, si jo, ajo e si të borën, si nuk vika, çfarë thua? Ne ta pyesim gjyshin tim që ti nuk më beson. Gjysh, o gjysh, hajde pak.
E mo pia, koma jos? Gjyshi, a është e vërtet që do bura kafetereshën e saj? Tregoja kemi, sa nuk më beson. Po, ka dhe ajo e shumë e keqe. Po këtu, vjen të të jemi të resha të borës? O dhe të vi pa të doj. Po ti shfar do t'i pëj. Po ta marrë, ta vëmbi sopë, që e të shkry. Nimi po e janë një prenta. Të bara. Smëri së. Ajë zemër. Prit asha. Jo. Lërë. Nuk ka që më kaloj. Edhe pësa për fiturën ashtu? Hajdi sa i surtuar dukesh. Me shpife. Hajdi sfarë po ikit. Po ti më the që do vishu shtëpi time. Pse ikën? Jo, nuk dua. Lërë të kaloj. O Kini, po më brave, që po në kështu, po më zi. Shfarë ke që qanë? Sa e shërtuar duke shkur qanë. Iga. O Kini, po më zik.
vogëlush, ku shkon me këtë të ftohtë? A s'është bon për të kthyer në shtëpi? Po vonova duke luajtur. Po ti kush je? Unë jam mbretëresha e Devorës dhe dua të të ndihmoj. Ke dëshirë të vish me mua? Bën kaq ftohtë këtu jashtë, ndërsa pelerina ime është e ngrohtë. Eja, futu këtu në pelerinë dhe shkojmë së bashku. Mbretëresa! Ua, sa e bukur je ti! Mua më thanë që ti nuk I do fëmijët. Sa zudi! Eja Dalosheja, s'është e vërtet. Unë I dua shumë fëmijët. Mbretëria ime është e mrekullueshme dhe ty do të pëlqej shumë. Eja, shkojmë së bashku. Po kërkeni, që bë? U bën ty që është duke dhe unë nuk po e gjej dot. Ku djeta I ba? E pse u thuaj që është me muaj? Unë nuk I bëra në I gjë. Nese, po shkoj të kërkoj. Kush e ti që kërkon? Unë jam shusha e ti, po keni si vëlla për mua. Ka të ti që është dukur dhe unë nuk po e gjej dot. Ju lutem, më ndihmoni. Jo, të them të drejtën, nuk kam parë ndonjë djalë të vogël. E ja ullu. Si ka ardhur kaq larg? Mos do pakuj. Po, faleminderit. Si u ta mbaja këtu, më pëlqen shumë kjo vajzë, dhe unë jam vetëm. Trëndafil, miku im I dashur, a e ke parë një djalë të vogël me flokë të zi? Ata shojnë çdo gjë moj pipa, hajde pipa kuj dhe futu brenda të çlodhesh. E ki parë? Sa I mini ishte e djali vogël me flokë të zinj. Po atë e mori mbretëresha e Devorës. Po, e pam, e hypi në smitën e saj, dhe ato ikën larg. Sa larg kanë ikur ata, ti nuk I qen dot se je e vogël, nuk I qen dot. Po, si mund të shkojë deri atje? Ki qori keni, sa gjyna. Pra ndaju se ma shkesh me muaj. Si do bëj? Nga duhet të shkoj? Është shumë larg dhe është rrugë me rrezik. Po sikur të trembej mbretëresha edhe ty. Më mirë qëndro këtu me mua. Jo, do të shkoj. Nuk mund ta braktis. Ju lutem më tregoni rrugën. Do kalosh të rrugën dhe do arish tek Trepemët. Aty do të takosh një plak të mirë dhe ai do të tregoj më tej. Faleminderit. Mirupafshim. Jo pafshim. Mirë mbrëma plak I mirë. Mbrëma më bjen, ku po shkon? Po shkoj të gjë shokun tim Kenin. E ka marrë mbretëresha
thosha të Borës, më ndihmoni që ta gjej? Po t'jejt vogët është rrezik. S'ka gjë, mund të shkoj ta gjej shokun tim. Ju lutem, më ndihmoni. Po mu më pas, do ta ndihmoj. Shikoj të lëk, jo shko pas të. Faleminderit takim mirë. Ija të përsjell. Mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. You feel defeated, falling on your knees, looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up, like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, if you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, it's like that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, wanna be hanging out looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up and make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know.